Pra, çfarë është marketingu? Po të pyesësh këdo në rrugë, gjasat janë që do të thonë reklama ose shitje. Por puna e vërtetë e marketingut është diçka shumë më e thellë se kaq. Le të zbulojmë së bashku se çfarë fshihet pas kësaj fjale. Okej. Le të nisemi me një sfidë reale. Për vite me radhë, McDonald's bëri përpjekje të pafundme për të futur produkte të shëndetshme në menu. Dhe çdo herë, dështim pas dështimi. A i mban mend njëri McLean Deluxe apo Mac Salad Shakers? Me siguri që jo. Pra, si është e mundur të krijosh një produkt shëndetshëm që njerëzit do ta blinin vërtet nga McDonald's? E po, përgjigjja e kësaj pyetjeje na çon drejta në zemër të asaj që marketingu bën më së miri. Mirë. Le të futemi thelbit të çështjes. Për të zgjidhur enigmën e McDonald's, fillimisht duhet të shembim një mit të madh, një keqkuptim gjigant për marketingun. Këtu qëndron keqkuptimi më i madh. Shumë njerëz e shohin marketingun si hallkën e fundit të zinxhirit. Imagjinoni pak skenarin klasik. Shkencëtarët mbyllen në laborator, krijojnë diçka të re dhe pastaj ia hedhin topin departamentit të marketingut. Hajde u thon, bëjeni këtë duket bukur, gjeni ca perime që kërcejnë, bëjeni një reklam të lezetshme. Por jo, puna e vërtetë e marketingut nuk është të paketosh bukur diçka që tashmë ekziston. Është të kuptosh që në fillim se çfarë ka vlerë për klientin dhe ta ndërtosh produktin rreth asaj vlere. Dhe kjo nuk është thjesht një opinion. Legjenda e menaxhimit Peter Drucker e ka thënë prerë. Kjo do të thotë se marketingu nuk është një departament ansor që merret me broshura. Është motori i biznesit, krah për krah me inovacionin. Në fakt, të dyja janë të pandashme, sepse inovacioni më i mirë vjen nga kuptimi i thellë i nevojave të klientit. Dhe kjo, në thelb, është marketing. Kjo ide sigurisht ndes debate të nxehta. Tregohet një histori për një student që i thot profesorit të tij të ekonomisë se marketingu krijon vlerë. Profesori e pothuajse shpërtheu si qeshuri. Jo, thaj, vlera krijohet në laborator, nga shkencëtarët. Por ja ku gabon ai, sepse nga pikpamja e biznesit, një risi sado gjeniale në letër nuk ka absolutisht asnjë vlerë derisa një klient të thotë, "Po, unë e dua këtë, jam gati të paguaj për këtë." Dhe për ta bërë këtë ide akoma më të qartë, le të kthehemi pas në kohë. Kemi një histori fantastike për të treguar. Një histori për 2 tabletës. A e dini se sa shpesh një shpikje gjeniale dështon në tentativën e parë? Është një fenomen i njohur. Ekziston kjo ide e gabuar se teknologjia më mirë fiton gjithmonë. Por historia na tregon diçka tjetër. Shpesh vjen dikush tjetër, merr të njëjtën ide, e paketon ndryshe dhe bën namin. Le të shohim rastin konkret. Kthehemi në vitet 80. Apple prezanton Newtonin. Për kohën ishte si të shihet të ardhmen, një mrekulli teknologjike. Dhe dështim total. Kalojnë disa vite, Motorola provon me Envoy, një pajisje akoma më e fuqishme. Rezultati i njëjti, dështim. Dhe pastaj, nga hiçi, në vitin 1996, shfaqet një kompani e vogël, Palm, me pajisjen e saj Palm Pilot, dhe thjesht shpërthen, pushton tregun. Atëherë, pyetja është, si arriti Palm të triumfonte aty ku gjigantët si Apple dhe Motorola dështuan? Sekreti ishte një pajisje më e avancuar? Absolutisht jo. Në fakt, ishte e kundërta. Shikoni pak listën e Newtonit. Kalendar, procesor teksti, kalkulator, një listë e pafund. Ndërsa Palm Pilot bënte vetëm një gjë, por e bënte në mënyrë perfekte. Sa herë e lidhe me kompjuterin, ai ruante automatikisht një kopje rezervë të gjithçkaje. Kaq, ishte kaq e thjeshtë. Një produkt më i dobët teknologjikisht, por që ofronte shumë më tepër vlerë. Kjo na sjell tek pyetja kryesore: si është e mundur që një produkt më i thjeshtë të fitojë? Përgjigjja qëndron në një pyetje tjetër, akoma më të rëndësishme. Kush e vendos në fund të ditës se çfarë ka vlerë? Dallimi ishte se Palm nuk nisi punën në laborator. Ata e nisën duke vëzhguar njerëzit. Kush i mban mend Franklin Planner, ato agjendat gjigante prej lëkure që mbanin profesionistët? Ato ishin jeta e tyre. Të humbisni një të tillë ishte një makth, një katastrofë absolute. E po, Palm e kuptoi këtë frikë ekzistenciale. Dhe çfarë ofruan? Zgjidhjen për këtë frikë. Ofruan siguri. Nëse humbisje pajisjen Palm, s'kishte problem. Blije një tjetër, e sinkronizoje dhe ja. Gjithçka ishte sërish aty. Dhe këtu arrim në një koncept kyç. Vlera e përqendruar te klienti. Çfarë do të thotë kjo? Shumë e thjeshtë. Vlera nuk është një cilësi e lindur e produktit. Një produkt nuk ka vlerë vetvetiu. Vlera i jepet nga klienti.
Një shpikje laboratori, sa do e mahnitshme, mbetet thjesht një kuriozitet derisa një grup njerëzish të vendosin se ajo zgjidh një problem për ta. Dhe a funksionoi kjo strategji? Opa. Për një periudhë në fund të viteve të 90, ato pajisje ishin kudo. Njerëzit i manin të kapura në rip. Ishte si një uniform jo zyrtare. Kishe palmin, një celular me kapak, ndoshta edhe një pager. Të gjithë dukeshin si Batman me ripin e tyre të veglave teknologjike. Mirë, e kuptuam. Vleran e përcakton klienti. Por si ta deshifrojmë se çfarë vlerëson ai? Për fat, ka një model që na ndihmon. Le të flasim për 4 shijet e ndryshme të vlerës. Janë 4 lloje kryesore. E para, vlera funksionale. Thjesht, çfarë pune kryen produkti. Pastaj, vlera monetare. A ja vlen parat. E treta, vlera sociale. Si na ndihmon të lidhemi me të tjerët të bijem në sy. Dhe së fundi, por jo më pak e rëndësishmja, vlera psikologjike. Si na bën të ndihemi për veten tonë? Për të kuptuar vlerën psikologjike, nuk ka shembull më të mirë se një episod nga Seinfeld. Imagjinoni skenën, pastrimi kimik e ka të kurrur këmishën. Pronari menjëherë ofron t'i rimbursoj. Ai mendon se problemi është vlera monetare, por Jerry nuk kërkon para. Ajo që ai kërkon me të vërtetë është vlerë psikologjike. Ai thjesht do që pronari të thotë, "Më fal, ishte faji im." Ai do respekt, pranim. Ndonjëherë, një falje e sinqert vlen më shumë se çdo shumë parash. Dhe mos mendoni se kjo vlen vetëm për komedi. Shikoni këtë rast studimor të pabesueshëm. Disa spitale në Amerikë ndryshuan totalisht qasjen e tyre ndaj gabimeve mjekësore. Nga një politik mos prano kur fajin, kaluan në një politik ku mjekët shkonin tek pacientët, i shihnin në sy dhe thoshin, "Më vjen keq, ne bëm një gabim." Rezultati? Shikoni shifrat nga Universiteti i Michiganit. Pa ditë ran nga 262 në vetëm 83. Pse? Sepse ofruan vlerë psikologjike, dinjitet dhe respekt. Pra, çelësi është të kuptosh se cilin lloj vlere kërkon klienti. Një shembull i thjeshtë. Një motor i fuqishëm kamioni. Për një fermer, vlera është funksionale, tërheq më shumë peshë. Për dikë tjetër, mund të jetë vlerë psikologjike, e bën të ndjehet i fuqishëm, dominues në rrugë. Për një të tretë, mund të jetë vlerë sociale, fiton respektin e shokëve në kantier. I njëjti motor, por 3 vlera krejtësisht të ndryshme. Dhe tani, rrethi mbyllet. Le t'i kthehemi enigmës son të parë. Të armatosur me këtë kuptim të ri të vlerës, si ja doli më në fund McDonald's? Zgjidhja nuk ishte thjesht të hidhni një sallatë në menu, e kishin provuar këtë, pa sukses. Jo, genialiteti qëndronte në këtë. Ata ndaluan së përpjekurit të shisnin sallatë njerëzve që duan sallatë, në vend të kësaj, ata identifikuan një klient që ishte tashmë aty brenda. Imagjinoni prindin, që ka sjell fëmijët për një Happy Meal. Fëmijët janë të lumtur, por ai ose ajo nuk do një Big Mac për vete. Çfarë vlerëson në atë moment? Nuk kërkon sallatën më fantastike në botë. Kërkon një opsion thjesht pak më të mirë. Diçka që e bën të ndihet më mirë me zgjidhjen e tij ose të saj. Dhe efekti ishte i menjëhershëm dhe masiv. Pasi prezantuan sallatat e reja premium, të dizajnuara për këtë nevojë specifike, porosika mesatare shkoi nga rreth $5 në gati $9, gati 2 fishim. Ata nuk tërhoqën asnjë klient të ri nga rruga, thjesht i dhanë më shumë vlerë një klienti që kishin tashmë brenda derës. Pra, ja ku arrim në fund. Mësimi i madh është ky. Marketingu i vërtet nuk fillon me produktin, nuk fillon në laborator. Fillon me një pyetje të vetme, por jashtëzakonisht të fuqishme. Çfarë vlerëson vërtet klienti? Të gjesh përgjigjen e kësaj pyetjeje, kjo është ajo që bën të gjithë diferencën mes një dështimi të bujshëm dhe një suksesi legjendar.